Tani do ta kem aktorin Arsim Kaleci këtu në studio dhe ftoj që të na bashkangjitet pikërisht për të vazhduar sigurisht për treguar vetë ai gjithë rrugtimin e tij. Përshëndetje Arsim, mirë se erdhe. Mbrëma, mirë se gjeta. Mirë se erdhe, kënaqësi shumë që të kem këtu në studio. Po. Kënaqësia është edhe ime. Faleminderit shumë që ndave kohë sepse e di që ke ardhur nga rruga në fakt, keni qenë në Kalabri, keni qenë në Itali me teatrin e Tetovës apo? Po, paraprakisht desha të them që jam i lidhur ngushtë me televizionin tuaj Alsat. Më thënë, televizioni Alsat na ka ndjekur dhe na ka mbështetur, na ka përkrahur që në fillimet tona të karrierës si artist profesionist në teatrin e Tetovës edhe më gjë. Por kam dhënë shumë intervista për televizionin tuaj, por me sa kujtoj, më duket që kjo është era e parë që jam në studio. Të falenderoj shumë për ftesën, përzemërsisht falenderoj dhe përshëndes ty dhe të gjithë teleshikuesit. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë edhe për ne, sigurisht që të shfaqim edhe punën edhe për kushtimin në fakt që keni ju edhe për kulturën pa artin, sepse jeni emra të cilat me të vërtet po jepni vazhdimisht, jepni kulturës dhe artit ton shqiptar, po e mbani gjallë në fakt. Më trego pak të pyes, ju ishit në Kalabri me teatrin e Tetovës, ishit në Kalabri me shfaqje Ndredhit e Patukut në regjinë e Kushtrim Bekteshit, regjisorit Kushtrim Bekteshit. Si ishte atje para se të hymë në ato fillimet në jetën në karrierën tënde, më trego pak duke qenë se e keni të freskët. Po, si që the edhe ti, domethënë shfaqja ishte Ndredhit e Patukut me autor Gjergj Fishtën. Faktikisht Gjergj Fishta e ka adaptuar në shqip një vepër të Moldierit. Regjisor është Kushtrim Bekteshi dhe është realizuar para 1 vjet e gjys, nëse nuk gaboj. Por ka pasur një jetë të gjatë kjo shfaqje, ka pasur shumë repriza, ka pasur pjesëmarrje në shumë festivale. Dhe ja tani me një organizim të jashtëzakonshëm nga ana e teatrit ton, kryesisht nga ana e drejtorit ton Hasim Memishish Sopi, u realizua edhe ajo ëndra jona që të shkojmë në Itali, kryesisht në Kalabri, në komunën që quhej komuna e Ungrës, një komunë e vogël ku të gjithë ishin arbëresh. Më data 21 u nisëm prej këtu, domethënë prej Shkupi me aeroplan deri në Bari, pastaj prej Barit në një qytet tjetër, Matera, ku aty u vendosëm në një hotel. Dhe pastaj të nesëm u udhëtuam për në vendin në komunën e Ungrës, ku duheshte të japim shfaqjen. Ishte një pritje jashtëzakonshme, një plot dashuri, plot jetë nga ana e tyre. Ishte si një ëndër, pikërisht. Një përjetim i rrallë, edhe befasia ishte edhe më e madhe sepse atje kudo që rrotulloheshim shikonim mbi shkrime shqip. Dhe aty para teatrit që e kishin ata në vendin ku e dham shfaqjen, afër teatrit dikund, nga qendra e vendit aty ku ishim, Ungrës, ishte edhe busti i Skënderbeut. Dhe me dham shfaqjen, publiku na priti shumë mirë, me një dashuri të madhe, siç thash. Edhe pas shfaqjes pritja ishte e jashtëzakonshme. Kaluam shumë mirë në të gjitha aspektet, por aty ndetëm vetëm aty që e dham shfaqjen, pas shfaqjes disa orë dhe pastaj u desh që të shkoj përsëri në qytetin ku qëndronim. Po. Sigurisht. Me që ato patët rastin që t'i shihni dhe t'i takoni arbëreshët, është gjë e bukur kur bojnë këto shkëmbime, le të themi, sepse tashmë mbas se do të vinë edhe ato këtu për të bërë një shfaqje mes nesh dhe arbëreshëve tanë. Ato e ruajnë shumë kulturën edhe gjuhën tonë, e kanë ruajtur për shekuj me radhë. Natyrisht që është gjë e bukur, ne me ata personat që na kishin ftuar, ishin 2 vajza të reja që kishin një shoqat atje për organizimet të kësaj natyre dhe na befasuan me gjuhën e tyre, gjuhën shqipe, flisnin aq bukur, bile njëra prej tyre më duket edhe kishte studiuar për gjuhën shqipe dhe e fliste më bukur edhe se ne gjuhën shqipe. Po natyrisht po, bashkëpunimi të tilla duhet të ketë. Ky është paktën me teatrin tonë është bashkëpunimi i parë. Dhe është edhe era e parë që ne shkojmë në Itali dhe herën e parë menjëherë me arbëreshët e Italisë.
Edhe sigurisht që u diskutua edhe atje për një bashkëpunim edhe në të ardhmen. Besoj që do të shkojmë përsëri atje, ndoshta edhe në ndonjë vend tjetër. Pse jo? Sepse ftesa ka qenë, me sa dëgjova unë prej drejtorit, ka qenë ftesa për të shkuar edhe në Sicili, te shqiptarët e atjeshëm. Por ka qenë ftesa në një ditë apo 2 ditë përpara se ne të nisemi për këtu dhe ka qenë shumë e vështirë për ta organizuar dhe nuk mundem që të shkojmë, ndoshta në një rast tjetër do shkojmë atje. Sigurisht do të kenë ftesë edhe ata për të ardhur te ne. Me sa biseduam ne atje, ata vetë në atë vendin, në atë skenën ku ne edham shfaqjen, ishte një teatër i vogël, i shumë i këndshëm, bëjnë shfaqje të vetat, ndoshta ndonjëherë mund vinë me ndonjë shfaqje të vetën këtu tek ne. Pse jo, të vazhdojnë edhe këto bashkëpunime, të gjë e bukur, mbas edhe ky do të jetë edhe për Teatrin e Tetovës edhe një hap tash për të filluar edhe për t'i çuar në fakt shfaqjet edhe jashtë vendit atje ku ka shqiptar, sepse sidomos shqiptarët jashtë vendit i merr malli gjithmonë që të shohin diçka nga ne shqiptarët që jetojmë këndej, sigurisht shfaqje, filma, pa marrë parasysh. Po, është diskutuar edhe për këtë, domethënë do vazhdojmë ashtu, të paktën janë synimet tona me teatrin. Të rria teatrit ashtu e ka qëllimin që në të ardhmen ne të shkojmë edhe në vende tjera kur ka shqiptarë, në vendet e Evropës, ndoshta edhe në Amerikë të shkojmë ndonjë ditë. Pse jo, do të ishte shqiptarët e Amerikës. Do të ishte shumë bukur. Me këtë shfaqje, sigurisht edhe me ndonjë shfaqje tjetër që ta përgatisim të ardhmen, besoj që do të realizohet. Tani ne bënim shaka atje, ne i hapëm dyert tani për tek shqiptarët tanë. Po, fillimi mbase është i vështirë, po pastaj me shfaqjen tonë, me teatrin tonë dhe tani do të vazhdojmë, besoj. Shpresojmë shumë, sigurisht. Unë dua që të fillojmë tash nga rrugtimi yt, dua që të flasim për fillimet e tua në aktrim. Më trego pak si kanë qenë ato fillimet e para, ti vin nga fshati Veleshti i Strugës. Unë e përmenda dhe në fillim, sepse kam kënaqësinë që të kem një aktor që vin pikërisht nga qyteti im, kështu që më trego pak ato fillimet tuaja, si kanë qenë në aktrim. Po, unë, si që the edhe ti, domethënë unë jam nga Veleshta, aty kam lindur, ajo është vendindja ime, Struga gjithashtu është vendindja ime, e jona. Sigurisht, po. E duam si Veleshtën e Strugën. Fillimet e para kanë qenë në Velesht, aty e kemi bërë shfaqjen e parë. Këto gjëra unë i kam treguar edhe më herët, por asnjëherë nuk është mjaftueshëm ti tregosh. Këto janë një histori që është një histori jo vetëm e ime, por është histori e vendit ku unë jetoj, ku i kemi realizuar këto, e Veleshtës, e Strugës, pastaj ardhjen e Tetovëve e tjera. Duhet vazhdimisht për të tregohen, sepse atëherë janë bërë shfaqjet me një sakrificë shumë të madhe, me një dashuri të jashtëzakonshme, me një motiv shumë të fuqishëm, dhe duhet vazhdimisht që të kujtohen. Aty i kam pasur fillimet e mia, si thash, kemi bërë shfaqjen e parë, ka qenë një shfaqje jeta quhej, dram. Regjine asaj shfaqje ka bërë një poet edhe miku imi nga Beleshta, Bajit Nasufi quhet, ndoshta e njihni. Sigurisht. Edhe natyrisht e kemi bërë me forcat tona, gjithçka kemi bërë vetë, edhe rolet, edhe skenografinë, edhe muzikën, edhe gjërat tjera që është dashur. Tani më duket si një ëndër kur e kujtoj. Edhe pastaj pas asaj kemi bërë një shfaqje tjetër. Përsëri në Veleshtë, është Mos mashkim hisën e diellit, ka qenë një tekst, nëse nuk gaboj, e poeteshës Puntorie Muça Ziva. Edhe ato e kemi bërë qështu, me si shtash, domethënë me forcat tona. Me ato kushte që kanë qenë në atë kohë. Po ne nuk atëherë punët që i bënim me një dashuri shumë të madhe, si shtash, dhe ne jetonim, ne ishim shumë të lumtur, shumë me një lumturi të jashtëzakonshme i bënim punët atëherë. Dhe pas asaj, pastaj u mlodhëm një grup dashamirës të artit skenik nga Veleshta, nga qyteti i Strugës, nga Dologozhda, kishte nga Ladorishti, e shumë Zagraçani, shumë fshatra tjerë, edhe qyteti, edhe
e themeluam një teatr amator atje në Strugë, teatrin Sofrat, të cilin jemi përpjekur vazhdimisht që ta ardhmen pastaj që ta zyrtarizojmë, por nuk i arritëm qëllimin dhe kemi bërë disa shfaqje aty. Disa shfaqje me regjisor profesionist gjithmonë. Një herë më kujtoj një shfaqje ka bërë aktori nga Struga, aktori i mirënjohur Xhebat Limani, pastaj ka qenë një regjisor i njohur nga Shqipëria. Serafim Fanko, edhe një tjetër tash më kujtohen të gjithë. Kemi bërë disa shfaqje dhe edhe këtë e kam thënë herë tjetër, do të thonë ajo që momenti që unë vendosa të vi të studioj aktrimin në Tetov, ishte kur në bisedë sipër me një regjisor nga Shqipëria, Serafim Fanko, regjisor shumë i njohur, tash i ndjer. I thash që çfarë duhet bëj, unë atëherë me atë mendjen time, çfarë duhet bëj që të bëhem sa më shpejt aktor profesionist. Edhe ai më tha, duhet të shkosh studiosh aktrimin. Po. Fati madh që atëherë dhe u hap dega e aktrimit këtu tek ne në Tetov. Konkurova, më pranuan në vitin 1999. Diplomova. Edhe që student filloj karriera ime artistike si profesionist në këtë fushë. Edhe shfaqjen e parë si profesioniste, si ta quaj, kam pas në teatrin e Shkupit. Ka qenë një komedi. Dhëndër nga Parizi quaj. Edhe unë luaja njërin ndër rolet kryesore. Regjinë e asaj shfaqje ka bërë profesori im i nderuar i aktrimit, Sefedin Nureddini, edhe i ndjer. Edhe ashtu, pastaj një tjetër shfaqje për fëmijë si student, pastaj edhe një tjetër shfaqje në teatrin e Shkupit, një tjetër shfaqje private dhe kështu, pastaj me radh filluan aktivitetet tjera përsëri me forcat tona, sepse nuk kishim teatr në Tetov, bashkë me kolegët e mi Tetovës, me shokët e klasë të tjerët. Kemi realizuar disa shfaqje teatrore, disa në kuadër të Pallatit të Kulturës, disa në kuadër të një shoqate që e themeloi një koleg i imi bashkë me mua dhe me disa të tjerë. Shoqata Phoenix quhen atë kohë. Edhe kështu që qëllimi ishte domethënë të bëjmë shfaqje sa më shumë. Edhe shfaqje profesioniste, se janë bërë me aktor profesionist. Por më ka qelluar në atë kohë, ashtu ishin rrethana që më ka qelluar që të bëj edhe regjinë e shfaqjeve. Kam bërë regjinë e disa shfaqjeve. Derisa keni qenë student ose pasi keni përfunduar pas studime. Shfaqja e parë që kam bërë kështu, që kam punuar si regjisor, ka qenë më njëherë pas diplomimit. Në atë kohë ishte në Pallatin e Kulturës, në atë kohë ishte një Bebi Begjeti, një profesor i nderuar, ishte drejtori i Pallatit të Kulturës dhe më thirri, më tha, që mund ishte 100 vjetori lindjes së Lazgush Poradecit. Edhe ky 100 vjetor festohej në Tetov dhe më tha çfarë mund bësh me poezitë e Lazgushit, çfarë mund bësh diçka që ta festojmë këtë, ta shënojmë të përvjetor. Unë atëherë kishim motivi ishte shumë më i lartë. E konsideroj si një nder të madh që ai kërkoi nga unë ta bëj një gjë të tillë sapo kisha diplomuar dhe bëra një skenar me poezitë e Lazgushit, bëra një skenar për një shfaqje teatrore që zgjati mbi afër një orë ndoshta, mbi gjysmëore. U realizua, publiku e priti shumë mirë. Dhe ashtu i pata fillimet e mia si aktor. Deri diku edhe si regjisor. Sigurisht. Si në skenën profesioniste të teatrit.
Ju keni qenë, e përmendet edhe më herët, edhe di sigurisht jam informacione që keni qenë nga gjeneratat e para, duke qenë se atëherë u hap edhe shkolla e aktrimit në Tetov. Çfarë përgjithësie në fakt ka qenë edhe kjo tash, nëse e mendoni, nëse ktheheni në kohë, sepse ju keni hapur rrugën edhe për të tjerët që sot vazhdojnë pikërisht këtë shkollë të aktrimit? Po, unë kam qenë gjenerata e parë, fillimet e studimeve kanë qenë në nëntor të vitit 1995. Dhe duhet ta përmendet edhe këtë se atëherë konkurenca ka qenë shumë e madhe. Për fat keq sot është e kundërta, nuk e di, nuk mund ta kuptoj pse sot mbas kaq shumë vitesh, 95-ta, tash që kushtet mbas 30 vite, kushtet janë shumë më të mira. Shumë më të mira. Nuk ka më konkurrencë. Nëse atëherë kemi qenë 9 student në grup, 3 femra, 6 meshkuj. Kemi qenë një grup shumë i mirë, shumë i lezetshëm, që shkonim shumë mirë me njëri tjetrin. Atëherë ne nuk studionim ne atëherë. Ai ishte një mision i jashtëzakonshëm, sepse siç e dini Universiteti i Tetovës atëherë sapo ishte themeluar dhe punonte në mënyrë ilegale sepse shteti nuk e pranonte. Edhe ne studionim në një podrum të një shtëpie private aty. Në Tetov dhe në fillimet e studimeve, atëherë kur qeveria intervenonte edhe me polici. Them të drejtën, ka qenë e vështirë sepse në çdo moment prisnim që ty policia edhe të na nxjerrë për jashtë, ndoshta edhe na burgose, sidomos profesorët tanë. Por motivi ishte fuqishëm sepse atëherë ne profesorët tanë punonin, ndërsa ne studionim me ideal, kishim një dashuri të jashtëzakonshme për punën që bënim. Edhe është punuar me një motiv shumë të fuqishëm nga ana e profesorëve dhe nga ana e studentëve. Dhe shpresoj që të kemi, jo shpresoj, por kemi qenë një motiv edhe për gjenerata që kanë ardhur, sepse edhe pas nesh, disa gjenerata pas nesh, pastaj konkurenca ishte e madhe, edhe nga ana e femrave, edhe nga ana e meshkujve, dhe dolen radhazi disa gjenerata, edhe pse universiteti punonte kushte të vështira dhe ishte i pa legalizuar, i pa zyrtarizuar, më thënë, dolen disa gjenerata që patën sukses, edhe sot e këtë ditë të shohësh studentët e atyre gjeneratave të para janë gjithandej merren me profesionin, gjithandej të suksesshëm, shumica për tyre janë të suksesshëm. Shumë e vërtet. Mbase mendoj që dallimi, sepse e thatë më herët që tash nuk ka më interesim, mbase dallimi mund të ketë qenë që ju e keni nisë këtë punë me pasion, nuk e keni menduar se ku do të arrini, nuk e keni menduar edhe të ardhurat shumë. E keni pas atë pasionin, atë dashurim për artin dhe për skenën, dhe me atë ide në fakt keni filluar, që mbase mungon tek të rinjt kjo sot, sepse i shohin më shumë ato pjesën përfitimet dhe jo pjesën e kontributit në kulturë, apo jo? Më e keq është ndoshta se mungon tek të rinjt, ndoshta mungon edhe pasioni, por më e keq është që mungojnë të rinjt. Kjo po. Shumica e të rinjve në kohët e fundit kanë ikur, edhe ata që janë këtu ndoshta e shohin si diçka që ku ta di, ndoshta gaboj, ndoshta si diçka që nuk ka perspektivë, ose nuk mund ta mbajnë veten në të ardhmen me këtë profesion, gjë që mua më habit sepse është e kundërta. Është e kundërta. Ne kushtet tona atëherë edhe kur kemi studiuar, edhe mbas studimeve, edhe pasi u punësuam, edhe pasi e themeluam teatrin, kanë qenë shumë më të vështira se tash, në gjitha aspektet, edhe në aspektin ekonomik. Edhe është e habitshme përse tash kur pritet që më shumë të ketë interesim, ka më pak interesim. Pastaj, po, është e vërtet që ne kemi pasur një pasion të madh atëherë, kemi pasur ideal. Dhe jo vetëm që studionim me ideal, por edhe shfaqjet i bënim me një dashuri të jashtëzakonshme, gjë që nuk do thotë që tash nuk bëhen me dashuri të jashtëzakonshme, po atëherë ka qenë një dashuri pak më ndryshe. Edhe atëherë kur diplomuam, diplomat tona nuk pranoheshin, pastaj u ngritëm. Kemi qenë rebele. U ngritëm, u organizuam për të kërkuar zyrtarizimin e diplomave tona, për të kërkuar zyrtarizimin e
fakultetit tonë, sepse fillimisht kur u zyrtarizua universiteti me disa fakultete, fakulteti jonë nuk u zyrtarizua. U ngritëm në protesta edhe për këtë, pastaj edhe për teatrin, si që tash bëm plot shfaqje, unë edhe kolegët e mi plot për tyre. Dhe qëllimi ishte që përveç asaj që ne të bëjmë shfaqje, ta ushqejmë vetën me ato që e duam, me teatr, edhe t'i bëjmë presion edhe pushtetit që të hap teatrin të Tetov. Megjithëse tendensat edhe sakrificet për të hapur teatrin të Tetov, jo vetëm Tetov, kanë qenë të hershme. Sigurisht. Janë bërë edhe shfaqje para shfaqjeve tona, shfaqje amatore, por shfaqje shumë të arrira. Dhe natyrisht ne vazhduam rrugën e tyre për të themeluar një teatr profesionist të Tetovës, dhe bashkë me shumë të tjerë ja arritëm qëllimin. Dhe sot e kemi këtë teatrin. Në fund të desh që përsëri pushteti ta themeloj teatrin, dhe si që kanë zakon këtu të ne, kur vjen pushteti pastaj e bën punën, thotë e bëm ne. Meritat i marrin gjithmonë. Nuk na përmend fare ne tjerëve as sakrificat tona. Por që besoj një pjesë e madhe e qytetarëve dhe populli në fakt e din, sepse ja prandaj edhe po i tregojmë pikërisht këto rrëfime janë të rëndësishme, sepse ka pasur shumë sakrifica. Nuk do të thotë që ju jeni sot ky që jeni, hajde se është aktor dhe e ka pas lehtë. Në fakt keni kaluar në rrugë shumë të vështira, keni kaluar në sakrifica të shumta për ta sjellë atë kulturën që sot në fakt për cilët edhe te gjenerata të tjera për ta mbajtur atë frymën e jetës kulturore dhe artistike sigurisht. Më tregoni pak në fillimet e teatrit, kur u hap edhe teatri, cilat kanë qenë ato gjërat të cilat çfarë sakrificash keni bërë edhe në shfaqjet e teatrit, ose më mirë të them çfarë nuk ka pas në atë kohë teatri që sot e ka, tashmë e gëzon. Apo shumë gjëra në fakt. Parapakisht të them atë që të them këtë që unë teatri u themelua, domethënë u hap teatri profesionist në Tetov në vitin 2017. Jo, në vitin 2007, më falni. Ndërsa unë jam punësuar në vitin 2011, 4 vite më vonë. Po parapakisht në vitin 2009 jam punësuar si aktor me kontratë. Dhe dua ta theksoj këtë, se kam përmendur asnjëherë, dua ta përmendur edhe këtë që shkaku pse unë edhe disa kolegë të mi mbetëm që të hyjmë në teatr më vonë, në vitin 2011, 4 vite më vonë, ishte sepse atëherë pushteti të hershëm, domethënë hapi një audicion për pranimin e aktorëve, dhe në mesin e atyre që konkuruan në audicion ishim edhe ne, edhe shumë kolegë tanë, por edhe ne që ishim gjithashtu pjesë atyre iniciativave dhe punëve paraprake që i kishim bërë edhe përpjekjeve për hapjen e teatrit, dhe si thash arritëm edhe qëllimin për të hapur teatrin. Edhe ata nuk treguan fare respekt për ne, kërkonin që ne dalim para tyre, para një komisioni që e kishte zgjedhur partia vet, që ishte pushtet atëherë. Dhe ne dalim para tyre, themi monologje, themi edhe do gjëra tjera që i kërkonin ata, dhe ata të na vlerësojnë ne a jemi për teatr apo jo. Kjo ishte ofenduese për ne. Ne nuk pranuam. Ne u tham po, ne mund t'ju japim, por mund t'ju japim materiale nga punët tona që kemi bërë tani tash, kemi plot. Dhe mund të shihni edhe hajde, vlerësoni. Ata nuk u dakorduan, edhe ne nuk u dakorduam kështu, dhe pastaj u pranuam 4 vite më vonë, nuk na pranuan në teatr. Pati edhe një konkurs të dytë, edhe aty s'na pranuan, pastaj pati pas 4 vitesh një konkurs. Edhe na pranuan pa audicion. Ja arritëm edhe aty qëllimit. E vendosën kësaj here që ju me vërtet më tashmë ishit aktor profesionist, nuk kishte nevojë. Por ajo që the ti, domethënë, cilat kanë qenë kushtet. Kushtet kur ka filluar teatri si teatr profesionist, kanë qenë të njëjtat të cilat janë edhe tash. Për fat të keq. Ne ballafaqohemi edhe sot e kësaj dite me problemet me të cilat jemi ballafaquar që në fillimet e teatrit kur është themeluar. Jemi në kuadër të Pallatit të Kulturës. Dhe aty ka plot aktivitete tjera, plot
shoqata që janë aty brenda Pallatit Kulturës, vetë Pallati Kulturës që ka organizime, vinë shfaqje për jashtë, koncerte, gjëra, takimet, politikanë, partive politike, sidomos në fushata parazgjedhore, dhe aty shumë pak hapësirë mbetet për teatrin. Që është më e keqja, asnjëherë në Pallatin e Kulturës nuk ka patur nxemje. Dhe ne, kur kemi qenë detyruar që të punojmë gjatë dimrit, sepse në do raste edhe s'kemi punuar fare, se s'ka pas nxemje, ka pas raste kemi punuar në temperaturën -10 gradë Celsius ose më shumë. Sepse gjithmonë kur është përjashta 10 gradë Celsius, atje mund të jetë 15, është edhe më ftohtë. Dhe e kundërta, verës kur është jashtë pallatit 30 gradë Celsius, atje është 35, ose nëse atje është 35, këtu 40 dhe është e pamundur të punohet, megjithëse ne në shumë raste edhe kemi punuar edhe në këto kushte. Domethënë nuk kemi nxemje, nuk kemi klim, ajo sallë e madhe kërkon investim të madh. Kushtet primare. Kushtet primare nuk i kemi, nuk kemi hapësirë kur të duam ne të punojmë, i bëjmë shfaqjet ashtu me shumë pengesa, me shumë probleme, me shumë sakrifica, siç kemi punuar në të kaluar. Pra vazhdojnë, këto sakrificat e në vazhdojnë. Vazhdojnë. Duhet ketë një teatr, të jetë një ndërtesë, një teatri. Këtu desha dalim, më thonë, me sa më kujtohet, teatri i ri, bashkë me biblioteken që duhet ndërtojnë në Tetov, është promovuar në vitin 2008 për herë të parë. Mbaj mend se unë kam qenë i pranishëm aty kur ka ardhur ministrja e Kulturës me sekretarin shtetëror të ministrisë, të qeverisë, më duket atëherë, nesës është me rëndësi, shqiptare. Ministra ka qenë një Maqedone në atë kohë. E kanë promovuar projektin e teatrit me fjalë të mëdha dhe llogaritni ju tash kur është promovuar. Tash jemi 2025, më shumë se 15 vjet. 2008. 17 vjet. Edhe sot e kësaj dite sigurisht keni qenë të keni parë, kanë bërë ku ndërtesën. Edhe fatkeqësia më e madhe është që nuk përmendet fare. Edhe sot e kësaj dite nuk përmendet fare. U mbajtën zgjedhjet, dëgjuat ju diku të përmendet teatri i Tetovës, se do të ndërtohet, të bëhet ashtu. S'përmendet fare, është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Vazhdon të lihet anash. Pengesë shumë e madhe. Ne jemi domethënë brenda pallatit. Akoma edhe sot e kësaj dite, mbas 18 vitësh sa i bëri teatri që është themeluar, nuk kemi skenën tonë, nuk kemi godinën tonë. Dhe kjo është pengesë e madhe shumë. Vazhdon të lihet anash pjesa e kulturës edhe dhe artit. Për fat keq. Sigurisht. Ke menduar ndonjëherë ta lësh aktrimin? Jo, asnjëherë. Ka pas raste ku ke thënë do të rhiqem tash? Jo, tashmë. asnjëherë. Edhe sot e kësaj dite nuk e mendoj atje. Nuk e kam menduar, nuk e mendoj dhe e di që s'do ta mendoj kurrë. Ka mund do të merrem edhe punë të tjera, të them të drejtën, unë para se të vij studioj aktrimin, jam marrë me tregti. Me tregti të vogël në Strugati, në fshatin tim të lindjes. Edhe ka mundur ta zgjeroja tregti, ka mundur të fitoj shumë. Unë e lash atë me dashuri e madhe për aktrimin. Pasioni ka qenë shumë i madh për aktrimin. Çdo para që kisha mbledh në atë kohë që i kisha kursyer, i mora dhe i harxova në studime. Edhe kam pasur edhe mundësi tjera. Kam pasur mundësi që të hyj edhe në politikë. Po të doja, tash pak me shaka të them, po të doja ndoshta mund bëhesh edhe milioner, si që janë bërë politikanët tanë. Pa mund fare, por jo. Aktrimi ka qenë rruga që keni dashur të vazhdoni. Nuk mund ta lë këtë profesion, e dua shumë sa nuk mund ta lë dhe jam i lumtur me gjithë sakrificat që kemi bërë. Megjithëse të them të drejtën, unë nuk e përjetoj si sakrificë. Nuk i quajmë sakrifica, po unë çdo herë gjitha këto mund që e kam dhënë, e kam përjetuar bukur. Jo me dhimbje. Sepse dashuria është më e madhe se sa e ato kam bërë me vështirësi. pasion, me dashuri dhe nuk e llogaris si dhimbje, si sakrificë. Ka qenë pjesë e lumturisë sime që merrem me punën që e dua.
edhe që jap kontributin tim jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët për rreth meje, me angazhimin tim në teatr, në kulturë, sepse kam qenë i angazhuar edhe në do punë tjera, jo vetëm në teatr. Jemi rikthyer dhe sigurisht vazhdoj të qëndroj këtu me aktorin Arsim Kaleci për të biseduar sigurisht për sfidat edhe rrugtimin e tij. Ai tregoi edhe të gjitha sakrificat që aktorët në fakt kanë bërë edhe në fillimet e teatrit. Por për t'u larguar pak nga kjo pjesa e sakrificave, unë do të kërkoj një material që është në fakt një surprizë pikërisht për Arsimin. Nëse ka mundësi, regjia të më mundsoj. Përshëndetje të gjithëve, pra që të themi për Arsim Kaleci. Arsimi është ndoshta aktori më pasionant i teatrit, njeri shumë i edukuar, aktori përkushtuar në maksimum, është ndoshta nga të rallët që nuk gjen asnjëherë arsye apo ankesa që mos e bëj punën si duhet. Gjithmonë vijnë prova para kohe, me qenë se njihemi me Arsimin shumë kohë më parë. Do me ndojnë njerëzit se e lavdroj pse e kam shok, po e kam shok sepse ndoshta na lidhin shumë gjëra, edhe unë jam principiell, korrekt, edhe Arsimi e ka të njëjtën, edhe besoj se jemi më shumë se kolegë, më shumë se miq. Ç'të them, ndoshta sa më shumë që të flas, mund edhe ta prish për Arsimin. Është aktor i sjellshëm, edhe gjithmonë i gatshëm për punë edhe për çdo gjë që i nevojitet teatrit apo shoqërisë. Unë e falenderoj shumë edhe Hasim Mishin, apo siç e njohim të gjithë Sopin, drejtorin e teatrit, për këtë surprizë, i cilën unë nguroj. Me të vërtetë sa i thash që e kam Arsimin në studio, dua t'ja bëj pikërisht këtë surprizë. Po, ishte një surprizë e jashtëzakonshme kjo çudi. Edhe për të parë që më do diçka e tillë, më emocionove, faleminderit shumë. Çfarë të them, po, Sopin e kemi momentalisht drejtor në teatr dhe janë duke shkuar punët mirë tash, ta lëftoj. Sigurisht. Jo, vërtet janë duke shkuar punët mirë. Kjo që përmenda pak më herët që shkuam në Itali, kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm, domethënë radh kush i hyn asaj pune për ta bërë atë rrugtim që e bëm ne. Fal angazhimit të tij maksimal, u realizua dhe tash ta përmendi edhe këtë që në kuadër teatrit pati një premierë para një muaji, një premierë në gjuhën shqipe, sepse brenda teatrit ton, nuk e di a dini, funksionon edhe drama maqedone. Një premierë në gjuhën shqipe është duke përgatitur një dramë në gjuhën maqedone, që premiera së cilës dhe shumë shpejt. Dhe njëkohësisht jemi duke përgatitur edhe një komedi në gjuhën shqipe. Dua të theksoj atë shfaqjen që ishte para një muaji, se dia e patë mundësinë ta shohësh. Në përballje me Dekën, regjisore Afrodita Nuhi. Regjisore ka qenë Afrodita Nuhi, edhe pse unë nuk kam luajtur aty, po më la një përshtypje të jashtëzakonshme. Ishte një shfaqje shumë e arrirë në të gjitha aspektet, edhe si në aspektin regjisor real, me lojën e jashtëzakonshme të kolegëve mi aktor që luajnë në shfaqje. Dhe uroj dhe shpresoj që të ketë edhe shfaqje një jetë të gjatë, do të jetë një prezantim i denjë për teatrin tonë të ardhmen. Tani momentalisht jemi duke përgatitur një komedi ku luaj edhe unë, marr pjesë edhe unë. Është një tekst i shkruar nga vetë regjisori i shfaqjes Suleman Rushiti nga Gostivari, sigurisht e njihni. Domethënë edhe tekstin e ka shkruar edhe regjinë e bën ai. Është një atmosferë shumë relaksuese, shumë e mirë, shumë e bukur në prova. Dhe thonë, gjë që e them edhe unë dhe besoj që në qoftë se gjatë procesit punës, domethënë, atmosfera është e mirë, mes punohet bukur, mirë, pa presione, pa probleme, pa xhelozira në mes kolegëve, punohet me një dashuri të madhe, me pasion, atëherë sigurisht që shfaqja do të dalë suksesshme dhe unë besoj që edhe kjo komedi do të dalë suksesshme dhe do ta përqejë publiku dhe besoj që
qeshin shumë. Sigurisht, nuk kam dyshim. Këtë surprizën zakonisht e kemi edhe në koncept që her pas here i surprizojmë edhe të ftuarit. Megjithatë e vendosa sepse është me të vërtet bukur kur sidomos kolegët shprehin fjala të bukura për një person, sepse puna në një farë mënyrë është edhe pjesa më e madhe e jetës. Ju aty e kaloni me ato kolegë, pikërisht e kaloni edhe kohën, kështu që është gjë shumë e bukur, prandaj vendosa pikërisht që ta japim këtë surprizë dhe Sopi menjëherë ishte i gatshëm, edhe pse mbase i lodhur prej rrugës, ishte shumë i gatshëm për ta bërë këtë surprizë. Është e rëndësishme, besoj, edhe mbështetja mes kolegësh, edhe mbështetja në të rast edhe drejtorit të teatrit. Kam edhe mik dhe mbështetja e tij edhe në kaluarën ka qenë edhe tash është një respekt i dyjanshëm. Sigurisht. Edhe në pjesën, edhe në atë video incizimi që edhe në fillim që edhe biografinë time, edhe aty më surprizoje, më ka bërë edhe në të kaluarën surpriza për të mirë, domethënë më surprizoje që e kishte shpërndarë dhe e kishte shkruar një tekst. Shkurtër të bukur për mua. Faleminderit shumë, faleminderit ty rreth parë, faleminderit edhe Sopit që ka pranuar të thotë disa fjalë mira për mua. Më vjen mirë, më vjen shumë mirë që vlerësoj këtë edhe që ju pëlqeu. Edhe këtë që ke bërë ty edhe atë që thash. Më vjen mirë shumë që ju pëlqeu sigurisht. T'ju pyes një herë pak për rolet tashmë. Ku e gjeni më shumë veten, në komedi, në dramë? Cili do të ishte mbase nëse ju thuhet që do luani një rol për gjithë jetën, të themi, do t'ishte ajo në komedi, do t'ishte ajo në dramë, ku do të vendoseshit? Po do të kisha dashur që t'jenë paktën 2 role që të luaj edhe në dramë edhe në komedi. Aktori... Ose një kombinim base, një shfaqje kombinim do t'ishte bukur. Ka raste që për shembull një aktor, kushdo qoftë ai, ndoshta ka prirje më shumë për komedi, ose regjisorët e shohin si të tillë dhe ka edhe ashtu raste që e marrin dhe i japin një rol në fillim dhe e krijojnë bindje se ai është i mirë për këtë rol dhe pastaj me atë rol vazhdon gjithë jetën. Fakt ai luan prej dramën, prej shfaqje në shfaqje, role të ndryshme, por thelbi është i njëjtë. Unë kam pasur fatin që ti hik kësaj, nuk e di. Të kesh të ndryshme. Që të kem role të ndryshme edhe në dramë edhe në komedi. Shpresoj të kem patur sukses. Dhe publikun rreth parë ta vlerësoj atë, pastaj edhe të tjerët, regjisorët me cilët kemi punuar, kolegët e mi. Sigurisht, përderisa jeni këtu ku jeni, sigurisht që kam patur sukses. Aktori të paktën unë, besoj që të gjithë tjerët në shfaqjen që luajnë ata nuk e shohin as vetveten as të tjerët. Nuk e shohin dhe nuk e dinë as si është realizuar shfaqja, si ka dalë, a është realizuar mirë apo jo. Aq më pak për veten e tyre, nuk din ta vlerësojnë. Edhe në shfaqje që luaj unë vetë, domethënë edhe unë s'mund ta vlerësoj as shfaqjen, as lojën time. Rolin, po. Dhe po të më pyesësh ti cili rol e ke realizuar më mirë, ose cili rol të pëlqen më shumë, ose a ke pat sukses, nuk di si të them, se e vlerëson publiku. Atëherë duhet ta thonë të tjerët ato, sa sukses kam patur unë edhe me të shfaqje edhe me teatri. Sigurisht, ja lini publikut për ta vlerësuar të gjithë edhe shfaqjen edhe pjesën e roleve tuaja. Duke qenë se jemi nga fundi, sepse unë gjithmonë e them këtë, që për njerëz të cilët kanë arritje të mëdha, asnjëherë nuk mjaftojnë minutat, por e kemi minutazhin e limituar sigurisht. Duke qenë se jemi nga fundi, shumë shkurt, do doja një mesazh për gjithë shqiptarët, duke qenë se jemi edhe në festa, jemi në ditë festash, në prag edhe të festës së 28 nëntorit, cilat mbase do të jenë gjërat që duhet patjetër shqiptarët i bëjnë për sa i përket edhe kulturës edhe artit, që një herë për gjithmonë duhet të bëhemi bashkë dhe t'i arrim ato qëllimet që mbase i kemi. Po tash për 28 nëntor, ndoshta mesazhi kryesor duhet të jepet për politikanët tanë, jo për shqiptarët. E pikërisht për aty në fakt, aty e kisha gjithmonë. Ata udhëheqësit tanë, edhe sot e kësaj dite më vjen keq, por nuk mund të arrijnë që bashkohen dhe të jenë në shërbim të kombit, të popullit vetë. Edhe unë për këtë 28 nëntor çka mund të uroj tjetër, vetëm që të uroj që ata të vetëdijsohen, edhe për çështje madhore të bashkohen, edhe të bëjnë këtë punën e tyre ta marrin si sakrificë, si shërbim që duhet t'ia bëjnë popullit,
kombit, jo për interesat e veta, se edhe sot e kësaj dite kemi plot raste që punojnë për interesat e veta, e opozitës i uroj që të bashkohet me gjithë shpirt, dëshiroj që të bashkohen, sepse një fakt pozitës në rastin konkret, sepse janë disa parti, se të gjithve opozita, në fakt. Pozitës aktuale, i uroj që të bashkohen, që të bëhen një parti. Në qoftë se nuk arrin të bashkohen, nuk do arrin asgjë. Do të ketë ndikime sigurisht. Kështu, në qoftë se ata punojnë si duhet, që të ti t'japësh një mesazh siç duhet. Në qoftë se na udhëheqin siç duhet, edhe ne do të ecim në rrugën e duhur. Ndryshe jo. Sigurisht. Një mesazh mjaft i mirë, sepse edhe unë gjithmonë e them që festat e nëntorit nuk janë vetëm për të festuar, por mbase janë edhe një periudhë për të ndërgjetësuar për atë që ne jemi, për të kujtuar atë që ne kemi qenë dhe çfarë sakrificash ka bërë populli ynë për të arritur në këtë lirinë që ne e gëzojmë dhe sigurisht që ne duhet ta mbajmë lirinë. E kur bëhet fjalë edhe për kulturën, për artin, gjithmonë duhet ta kujtojmë se kultura dhe arti janë ato të cilat tregojnë se kush jemi ne dhe kush kemi qenë ne, kështu që ne duhet ta ruajmë me fanatizëm dhe ta përcjellim brez pas brezi. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Prizma, faleminderit që ndat nga rrugtimi yt, ju uroj shumë suksese edhe në të ardhmen me shfaqje të tjera e sigurisht që do të jemi prezente edhe atje. Faleminderit Ilmije, faleminderit nga zemra, kënaqësia ishte e imja dhe faleminderit për mbështetjen që na jepni vazhdimisht në punën tonë. Patjetër, faleminderit shumë. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim episodin e ditës së sotme. Unë dua të bëj një falënderim, falenderoj ato të cilët janë kujdesur për veshjen time sot me këtë fustan kaq të bukur, por sigurisht edhe aq komod, Aria Fashion, të cilën mund ta gjeni në qendrën tregtare në Strup, Duamall, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale, në Instagram dhe Facebook, Aria Fashion, sepse mund të bëni porositë edhe online dhe ju asjellin deri në shtëpi. Ju së bashku me Prizmon do të jeni nesër me kolegen time Flora Shabani, ndërsa unë ju uroj një mbrëmje të këndshme e bashkë mirupafshim.